Sot kemi folur shumë për rushin, edhe më në fund po gatojmë diçka me rushin. Nuk e di çfarë lloj të rushit ka Blerlena, po rushi gjithsesi është një prej frutave më të shishme, edhe të shnetshme, por që ka goxha shumë sasi të sheqerit. Apo Len? Po. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Rushi, sa do që është i mirë, din me kanë edhe i dëmshëm nëse e teprojmë. Po, normal. Është sheqeri natyral, sa herë kemi thënë që është i dëmshëm nëse e teprojmë, ka shumë rëndësi sasia, ka shumë rëndësi koha kur e hajmë për shkak të aktivizimit të insulinës, sasisë sheqerit të glukozës që ja jep trupit. Për shembull, nuk ka kufizime shumë të mëdha për personat një kalavesh se edhe ashtu natyra vetë e kalon, që normal për fëmijët, për të rriturit që s'ka ndonjë problem shëndetësor, po kryesisht i kufizuar është te persona diabetik. Afërsisht 100-150 gram, po për me matë kështu është një 20 kokra, jo ma shumë, kështu një grësht i mirë. 20 kokra në nga alo bëni së me gjiru. Kështu që apet ti s'ki kufizime dhe është mesi ditës, na vynë po më dhe energji, se rushi ka sasi sheqerit që t'jep edhe energji, se do mos mes dit